Formacioni njerëzve që janë prezent, gjithmonë 50-50, ata që kanë qenë javën e kaluar, 50% për tyre janë edhe këtë javë, dhe po jeni 50% shiri. Dhe ato po përziten, 2-3 javë, dhe prap 50% prezent, 50% shiri, po mungon. Edhe, po si do që tjetë, dhe të fakti se po regjistrohet këto prezentime, është e mjaftueshme që njerëzit përmes teknologjisë i përcjellin të regjistrime, edhe pse energjia e një ngjarje direkt është tjetër, edhe ndjenja tjetër, edhe koncentrimi është tjetër, etj. Për shkak se shumë rënd më koncentru në një aparatur, e më ndëgju dikënd 30-40 minuta, një orë, në koncentrim të nartë. Edhe prezenca fizike, megjithatë është emocion tjetër, që mundson njeriu të marrë në mend emocionin e ngjarjes, edhe ndonjë pikë që i lë përshtypje, edhe me atë lidhet njeriu është e mundur ai emocion me ndryshu jetën. Atë është me rëndësi prezenca fizike. Etash. Temat që ne i trajtojmë, nivelin që unë mundohu me mbajt, në shikim për, dhe njeriu i cili krijon, themi, narrativin e përcjelljes në informate, për nivelit nart, nivelit më të lartë, ku përzihen tema të rënda, gramive të ndryshme, e një hapësirë edhe teren ku në shikim parë, prapë thënë, kushtimisht thonë, mendon se njerëzit nuk akceptojnë, për shkak se është e ngrit topin shumë lart, e njerëzit mund ta kërcejnë për ta godit. Edhe është sfidë shumë e madhe. Mirë po, nga ana tjetër me di se vetëm duke mbajt nivelin e lartë të temave sada që shikim parë duken të komplikuara, është e mundur me bart procesin sada që është i rrallë. Do thotë, themi, shprehemi me numra, themi se 1,5 milion banorë të Kosovës, për cilëve gjysma janë në pjekuri plot, 18 plus, janë 95% që nuk akcepton nivelin e temës, po akcepton një 5%, mos them edhe më pak, që ai 5% është bartësi i krejt peshës 95%. Edhe vetëm ata njerëz, ata individ, ato grupe, që janë gatshëm me bajt barë, me të heqë barë të madhe, kanë kubikash të madhe. Për shembull, me një motor të një veturës, themi në kohën time, vetura më e vogël ka qenë fiqe. Keni dëgjuar për fiqe? Me një motor 500 kubiksh, me motor që duhet të kalojnë me ngrit kapakun, edhe me barë një familje që pa mundur me kap përpjedzën, për ndryshe e kapshë përpjedzën për diltetimin. Do thot, ajo maqinë, ajo veturë, nuk ka mujt me bajt barë. Dhe prandaj ka mbet si veturë e cila kaloj në shaka. Thot, në Amerikë, thot, nëse bleni Chevrolet madh, e keni si lojë, si dhuratë e keni fiqë. Edhe fëmijët e amerikanëve i kanë thonë baballarëve dhe nënave të tyre, ka thonë, ama blenë këtë lojë. Për shkak se kapaciteti i tërheqjes proceseve në një shoqëri si që është shoqëria amerikane është gjithçka me qenë e madhe e fortë me kubikash të lartë. Etash, një maqinë tjetër, themi të këtyne kamionave më të mëdha me kubikashe më të madhe, ata bajnë pesha të mëdha. Ngarko sa dush, ata
e tërheqën. Tash më varet për cilës pozit e shohim çështjen, edhe çfarë pesha ne jemi të gatshëm me bajt. Ajo vlen për çdo lami të jetës përditshme, jetës shoqërore sociale. Në gjithçka. Ka njerëz që bajnë projekte dhe bara të mëdha, edhe ata mujnë me bajt ato bara. Ka njerëz që i nisin projekte të mëdha, po se kanë kubikazhe. Praktikisht mund ta lëvizin asnjë gur. Dëshira është, po nuk është mundësia. Zakonisht është një popullore për ata që s'mujnë me bajt bara të mëdha, edhe s'mujnë me kriju diçka të madhe, nuk marrin përgjegjësi të mëdha, thonë që nuk është lëgur për vetur. Thjesht vetur për tyne nuk mund të më bo. E tash, a mundet më bo vetur për i nesh ajo, për ku i varet? Varet për kubikazhes, për peshave që ne mund t'i bërë. Piknisja e ides është se niveli i ka plot lami që mundet më zbërthim tim. E tash për zbërthim këtë sot. Niveli i prezentimi, temat që i prezentojnë, janë tema me peshë të madhe. Kush sa ka fuqi me ngarku dhe me rrit kubikazhen e vetë. Më varet kush sa akcepton dhe kush sa e ka thjesinë e shpirtit, më thonë po unë e mundem, edhe unë jam i gatshëm me bajt barën pa marrë parasysh çfarë peshë është, çfarë problematike është. Aty dallon personi që është lider edhe personi që është kalkulant. I kemi edhe në politikë. Lideri bën barat e mëdha, ta kalkulant bëjnë matematika të ndryshme. Pa marrë parasysh a për mira për keq. Edhe ata që punojnë me nën tokën, keni lider që është kapodi tuti kapi, që bën barën më të madhe, balla pa çotë, shteti bën, po është negative, mirë po e bën barë. Deri te më i vogël që shpërndan narkotikun ka 1 gram dhe përfiton prej rinis apo prej. E tash më varet për cilin përcaktoi ju. E tash prezantimet shkojnë në kahjen që secili në armë shprehje, në shpërthy, për me marrë në dorë jetën e vetë. Pa marrë parasysh që punon këtë biznes ajo. Vazhdimisht unë këtë fjali e përdor. E bëj distinksionin në mes këtij biznesit dhe vetvetes. Nuk është i vetmi biznesi në botë, nuk është i vetmi network në botë, edhe kuptohet se gjithnjë me kalimin e kohës det më mirë. Por ama, edhe këtë biznes, edhe çdo biznes tjetër, edhe çdo ide tjetër, sa ta qoftë e sofistikuar, ne nuk mund ta vartim nëse kemi fuqinë e motorit fiqës. Prandaj inputi ose rruga hyrëse e këtyre prezantimeve është i nivelit më të lartë. Kjo është ndoshta egoiste për anës time, për shkak se unë them që unë kom dalë hapët. Është që ata ka motiv. E tha unë i kom të regu, jo, e dini e keni akceptua jo, nuk e di. Është punë e mreçme që vendos njëri a me zbërthy me gjuhë të foshnjës, a e kuptohet, më thonë krejt, apo qunive të nartë, gatërisht me zbërthy edhe me kap çdo secili me kap për aspektit vet elementin e duhur. Në këtë koncept, vazhdimisht po e sfidoj vetveten çdo javë, ose çdo ditë, por çdo javë, tash lidhur direkt me këto ngjarje që ne mbajmë sezaj, gjithnjë duke i falendëruar njerëzve që kanë arrit me pru deri këtë nivel, pas këtë hapësirë, me marrëveshje, me dëshirë punës, me vizion e tjerë. Me qenë burimi i një mendimit pak ndryshe, një edukim pak ndryshe. E tash sfida ime më e madhe, javore, është me përgatit me tema vazhdimisht të reja, tema që janë gati se të ralla, ose mund të them, ka krapshme, ka ndaj burim, edhe ai burim më vjen
vetë dhe futëm atë, madje si është e mundur që në paskallë kjo temë, madje unë atë duhet me përpunu, me mësu, e na javës. Me dhonë atë lidhjen edhe konotacionin për me shërby njerëzve për me qenë suksesshëm, edhe është sfidë shumë e madhe që po mundësën edhe unë me urit. Kështu që temën për sot është temë që lidhet më shumë t'i ka të bën me shkencën e mjekësisë, me një pikë, me një temë që edhe studentët më të mirë të fakultetit mjekësisë, mjekët më të mirë, mësën doktorët e shkencës më të mirë, përveç atyre që mirën direkt me këta janë të rrapë në botë, kanë mundësi me dëgju në kësi formë. Për shkak se lamia e mjekësisë është shumë e gjërë, nëse mund të shprehim vetëm librat që nevojitën që një student me i kalu për anatomi, është sa gjatësia të trupit. Tash nëse e gjatë sa lahi, në zëtë për dy. do thonë sa gjatësia të trupit, që është ke libra për me mësu, organizmin, anatomin, s'po flasim për provimet tjera. E tash aty, du të mësu disa gjëra mekanikisht, mi numru. Dhe aty nuk ka logjik. Du të mi numru, për shkak nëse se nuk numron, nuk e jep provim. E studentët për me dhonë provimin i mësojnë përmenç, edhe nuk futen mrenda sistemit. Dhe së mund me kap momentin kyç të elementit. Unë i kom kap që studimit mjekësisë, po profesor ka thonë që të unë e kalon, apo s'ki më kalon më të tjesë se ka me të lupi numru. Unë thë që kjo është rruga, po në atë kohë, kur unë kom studiu, kam mbretnu komunizmi, edhe që ata profesor që kanë qenë me prej shtimet vogla, i kanë kap gjërat në mënyrë mekanike. E tash, e ka dikur student mjekësisë. Në pasën e student mjekësisë, me njerë sfidojnë dhe thotë, a kjo është qasje kryesisht tjetër. Mi për nuk janë të nxjerruna prej meje. Ta janë ekspert që mirën me këtë çështje, unë me një farë fuqiet mendjes më servohet. Edhe marë, si temë, vje interesant dhe futëm thellë mrenda çështjes. Kështu. E do t'i pak më ndryshe që me pasi pak më qartë. Është një nerv që quhet latinisht, po edhe në gjuhë tjera, botërisht i njoftën, është nervus vagus. Ku s'ka dëgju? Ku s'ka dëgju? Shumë mirë, e do më shumë i kam qef temat që s'ka dëgju masë e madhe e njerëzve. E tash, kryesisht nervat dalin prej palcës kurrizore. Palca kurrizore është, do thot, lidhja e trurit, vazhdimi i trurit përmes brenda kurrizit. Do thonë, kurrizi, nëse shifet prej lartë, është i përbërë prej unazave dhe brenda në zbrastim vazhdon në sistemi nervor. Do thot truri edhe quhet truri vazhduar. Nervi më i gjatë, është ndodhur që këna se Është domthon palca kurrizore. Domthon truri i vazhduar. Dhe sistemi domthon prej palcës kurrizore dalin nervat e ndryshëm. E tash nuk është tema jona ajo. Tema jona është për një nerv i cili nuk del prej palcës kurrizore, po del prej sistemit trupit. A truri është sistemi i trupit. Truri. Do të thotë, nëse paramendoni organizmin, këto është truri. Paramendoni tash zhveshun prej indeve, prej muskujve, mundoni me pa trurin
si duket, edhe direkt ai nerv vjen përmes qafës, edhe është i shpërndar në krejt organizmin edhe lidhet me çdo organ. Do të thotë nuk del prej palcës kurrizore, del prej trupit. Edhe quhet nerv i cili bredh. Do të thonë nuk ka stacionim me nivel, nuk është me gjetë. Ajo është nerv që bredh, do të thonë lëviz prej organit në organ, ose është njëkohësisht në gjitha organet. Ose mund quhet që është nerv i rrjedhzuar. Nuk është vetëm një nerv. Nervët që dalin prej, do të thotë është ajo që degëzohet është boshti kurrizor. Themi që koka, që boshti kurrizor, edhe prej palcës dalin nervë. Në këtë rast e kemi që ku është koka, që ku është truri, brenda qafa, organizmi, po, kjo përmes është rjet që i ka lënë gjitha organet. Në kjo është nervi. Pse është në rëndësi me ditë këtë? Për shkak se gjatë prezantimit të vjen, t'i kapim elementet pse ky nerv është shumë i rëndësishëm. Për shkak se këtë vjen me interesin e plot. Etash. Do të thotë thash se është i lëvizshëm, është bredhës. Do të thotë kontrollon prej qafës, kontrollon sistemin e qarkullimit të gjakut, zemrën, kontrollon gjitha organet e mreshme, domethënë bubrekt, pankreasin, mërqin, kontrollon luktin, kontrollon gjithçka që brenda nesh ndodh. Është lëvizës. Këtë mbajtë më rëndë. Etash. Në mënyrë direkt e ndikon sistemin e organit. Kurse në mënyrë indirekte komplet sistemin e trupit. Deri te porët më të vogla te gishtat. Dhe për këtë pak dëgjohet në për ligjëratat e fakultetit të mjekësisë, po kjo është interesant se në fund do ta shihni se është i lidhur me qenjen edhe me nivelin e padukshëm shpirtënor të qenjes, në vërtet është Zoti që në literaturat të ndryshme, nervi vagus quhet edhe organ. Se nervi është nerv, nuk është organ, po për shkak se e ka këtë funksion. Quhet në literaturë mjekësore mund gjendet edhe si organ. Edhe kjo është komunikimi që bën truri me trupin, me organet dhe anasjeltas, ndodh përmes këtij nervi. Do thotë, në mes fizikës dhe shpirtënorës. Në mes asaj që e prekim dhe asaj që nuk e prekim. Mes asaj që e shohim dhe nuk e shohim. Komunikuesi kryesor. Do ta zbërthejmë hap pas hapi. Kjo është hyrje për me kuptu rëndësinë edhe çka është nervi vagus. Do të është komunikim i dy anshëm në mes trupit edhe trurit. Okej? Edhe nuk është vetëm përçuesi informacionit, po e mbledh informacionin, e përpunon, e komunikon, edhe e zbërthen. Nuk është vetëm e preka nxehtë edhe është nxehtë, por
e mbledh informacionin këtu e kom shkruar, e mbledh e modulon, e bashkëpunon ndan dhe rregullon gjendjen e sistemit nervor. Dhe ndjenjeve trupore në mënyrë gjenerale. E kemi qartë këtë? Sa më shumë po mundona në gjitha prizmat me kap mendimin që më mbet të ju esenca. Është sistem inteligjent i vetë rregullimit. E vetë rregullim. Nuk është diçka që ne mujme ndiku me vetdijen tonë. Dhe më thonë, e lidh vetdijen me pa vetdijen, fizikën me jo fizikën, të mbrëmshmen me të jashtmen, vendi ku bashkëpunon ose bashkohet biologjia. Biologjia është ajo që vërtetohet dhe ndjenjat që janë pa prekshme. Ne kemi qartët që dalim më thellë. Nëse truri është qendra e mendimit, edhe racionalës, nervi vagus me krejt funksionet që i ka, është qendra e racios, jo e mendimit, po e racionalitetit, që ndodhen prapavi, është qendër e perceptimit, është qendër e ndjenjave tonë, e ndjenjave të njerëzit. Do të thonë, pa vagusin, s'ka perceptim, s'ka intuit, s'ka zë të mbrëmshëm, s'ka mistik. Mos me pas njerëzit këtë nerv, ose nëse është më pak aktiv, praktikisht perceptimet e jetës janë krejt gabueshme, s'ka iniciativë, s'ka thirrje të mbrëmshme për aktivitet, për punë, për vullnet të jetës, nuk hyjmë në botën e padushme. Dhe zbërthejmë gradualisht. Deri këtu më intereson, a është tema për ju interesante. Ok. Etash. Tash dalim për marrë deri te çka është realitet vagusi. Më mja dhënë peshën e duhur, dhe shkojmë te sistemi nervor si është ndarë. Shumë thjesht e kom bo që me kuptu. Binë në problem, shumë studenta, vetëm se të dashë më mësu përmend disa punë, nuk e kuptojnë fotografinë e madhe, shumë është e thjesht. Mundi prej sot, mull me ta dhe një shpjegu ndarjen e sistemit nervor. Do më thonë, sistemi nervor në përgjithësi ndahet në dy sisteme nervor, në dy nivele. Është sistemi nervor qendror, do më thonë, sistemi nervor qendror dhe sistemi nervor periferik. Sistemi nervor qendror e përbën truri dhe palca kurizore. Do më thonë, sistemi nervor qendror është truri dhe truri vazhduar, palca kjo është për numëri t'juve në përgjithshme, me po që ndërlidhet direkt për marrë deri te efekti. Edhe këta truri dhe palca kurizore janë serveret qendror. Serveret qendror. Sistemi nervor periferik ndahet. Sistemi nervor periferik çka është? Është rjeta që shpërndahet e nervave. Qendrore është palca kurizore, truri, rjeta që shpërndahet është sistemi nervor periferik. Sistemi nervor periferik ndahet në këtë ndarje kuptues. Ndahet në sistem nervor somatik dhe
thejë. Shkallë somatik. Është sistem nervor i vullnetshëm. Ai mbaret prej nesh. Për shembull, ne vendosim a do ta vëmë gishtin në themi në një pllak të nxehtë apo jo. Ne vendosim. Ne kemi në dorë procesin që e kemi në vullnetin tonë. Është i vullnetshëm. Do thotë sistemi somatik është i prekshëm, organik. Do të thonë që ne kemi në kontroll. Po du me mpi dorën, po du me liru dorën, Do në kretë atë që ne mund të bëjmë me organizmin tonë dhe ne kontrolojmë. Mirë po, ka procese që s'mund t'i kontrolojmë. Për shembull, derisa ne po flasim, po na punon zemra, organet e mbrëmshme dhe ne ato s'mund t'i kontrolojmë. Ato i kanë dorë mirë pa vullnesh me sistemi autonom. Do të thotë, kjo është i vullnetshëm, vetë kontrollim, i uni, edhe kjo është i pa vullnetshëm. Nuk muj me nalë me frymare, muj me nalë vetëm përkohësisht, me në moment shpërthen, edhe e merr sistemi i pa vullnetshëm, sistemi autonom. E kuptut? Edhe në këtë rjetëzim, sistemi vullnetshëm dhe pa vullnetshëm, sidomos ky pa vullnetshëm, ndodhen miliarda funksione. Vazhdimisht. Domthonë ato janë në milisekond ndodhen funksione dhe reakcione të ndryshme. Do të thonë, me dijen tonë, pa dijen tonë. Ne kemi këto çka është. Këtu miliarda operacione që ndodhin. Domthonë këtu brenda sistemit kemi me biliona operacione. E tash që është më e rëndësishme. Tash çështja e jona është sistemi autonom. Për marrë tjetër të kisha preferu me dalë në faqe qeter që me zbërthy sistemin autonom, tash ne e bartëm vetëm këtë e marti. Domethënë sistemi autonom. E tash vijmë deri te zbërthimi. Sistemi autonom është ndodhur në simpatikus, sistemin simpatik, edhe parasimpatikus. E tash të vijmë deri te të shërë. Këtë modele pune. Kjo modeli punës. Modeli punës i sistemit simpatik edhe parasimpatik. Që vjen brenda sistemit të autonom. Kjo është shumë e rëndësishme. Do thotë kështu. Është shumë e rëndësishme me qenë precis që ju me e kuptu. Do thotë në rastet e eksitimit, ose të themi të vullnetit për punë, ose të themi të stimulimit. Në momentet stimulimit, po stimulet janë edhe pozitive dhe negative.
Ato negative janë friga, pasiguria, brengat, rreziqet e tjerë, por për atyre pozitive edhe entuziazmi, vullneti për punë, vizioni e tjerë, qëndrojnë mbi cu. Domethënë, simpatikusi, me një fjalë, është aktiv ku është stimuli. Entuziazmi, kreativiteti, këshiria, interesimi, po hyn edhe frika, hidhrimi, rreziqet e tjerë. Edhe është në përkthim procesi i frymarrjes, kur marrin frymë. Edhe ashtu edhe shpjegohet. Është frymarrja edhe frymçitja. Frymçitja është këtu, e dash. Brengat, frigat, rreziqet ose ngjyra e zezë, kushtimisht tonë është në këto. Pra, stimulet. Pa marrë parasysh, a janë qift në e bëm domjen e sistemit autonom, domethënë i pavullnetshëm është. Ato neve na sulmojnë. Na sulmojnë entuziazmin se dim për, na sulmojnë depresionin se dim për nga. Na mund t'japim shpjegim, ndoshta e kam për këtë mërzi, për atë mërzi, mirë po neve na ndodh një proces mrenda që themi kemi ra në gjumë me një ndjenjë pozitive, me gjumë ndjenjë negative. Ne aty s'kemi qenë vullnetshëm gjatë natës. Kur jemi zhujë një qumë, merr depresion të madh, ndoshta pse kemi pa një ëndër jo të mirë. Ha? Domethënë këtu po flasim për sistemin e pavullnetshëm. Kur themi autonom i pa vullnetshëm. Po kthejna për mos me bof, për mos me haru, me qenë brenda temës. Etështë. Parasimpatikusi e ka qetësi, e ka paqen shpirtërore, bukuri e jetës. Themi, ky aktivizohet në momentet e qetësisë, paqes. Në momentet kur trupi regenerohet edhe e përjeton edhe natyrën edhe të mirat e jetës. Domthonë, ky parasimpatikusi është aktiv në këto gjendje shpirtërore. Kurse simpatikusi në stimulet pozitive edhe negative, plusa edhe minusa. Dhe në brenda një sistemit pavullnetshëm. E kemi që? Etësh. Në mes njërit, se kjo është thëmë e zeza, kjo është e bardhë, kushtimisht thëmë. Prandaj përfusim në thojse. Mi po në mes njërës e tjetës nuk është bardhë e zezë. Ka nuansa, ka kolorit theksu. Nuk ka kolorit. Ta vim e këtu është qetësia jetësore. Unë e shtoj e kemi Zotin. A këtu është themi brenda, se edhe nëse nisme me një ide, themi për diçka mirë, kemi nisë për biznes mirë, është brenda. Është pozitive, mi po është stimul që e shqetëson organizmin. Këllon stimule po ngacmuse. Këllon stimule që e fut organizmin në
kush të shton telash. Edhe kur hyn biznesit, çfarë do biznesi, atë investoj, të mos investoj, si ta bëj, si ti dal, ti futesh në telash. I bart telashet e ronda je me kubikash të madhe. Nuk i bart, mirë po është janë ngrit temperaturën e punës motorit tënd. E kemi qatë, kurse këtu është qetësia jetësore. Etesh. Këtu mund të lindë edhe kreativiteti. Them jam kreativ, po du me ndryshu botën. Për shembull Steve Jobs ka qenë shumë kreativ. Edhe Bezos është shumë kreativ. Për me ndryshu botën. Ama çmimin e kanë pas shumë tronë, njeri dile nuk është gjallë. Për sfidat hyni, lexoni ata e shihni. Domethënë, edhe kreativiteti është stimul, që po shënojmë, po shkruajmë, domethënë, si shembull. Për shembull, kreativiteti. Mirë po nga ana tjetër, kreativiteti çka kërkon? Pyetje për $1 milion. Dije. Çka kërkon? Dije. Që vesh ku shkruaj qetësi. Kërkon? Qetësi. Shifni, kur duhet me bo një punë, edhe jepni vetës zër, themi për marit një qëllim sportiv. Nëse se keni qetësi në duel jo në gol zbras pa golan nuk shënon. Do thot, kreativiteti kërkon qetësi. A paradoksi është se ne në sistemin ton autonom e kemi jo qetësi. Shqipta është çfarë paradoksi. Edhe jo qetësia, për shkak se sot njeriu modern është shumë i shqetësuar. Në realitet, për me pas jetë suksesshme, duhet me sundu me 51% parasimpatikusi. Në realitet, ndodh simpatikusi. Frigat, brengat, pasiguria për të ardhmen, praktikisht çka bën? Ja merr shpirtin parasimpatikusit. Bashën parasimpatikus, bashkë këtu, e takojmë nervin. Vagus që thamë është regulatori krejt procesit me strunit edhe funksionimit ton somatik, organik edhe shpirtur. Do të thëtë, vaguzi ku më shifët? Ku ndikon? Në sistemin autonom, në pjesën e qetësisë. Për shembull, kur doni me flet, nuk flet. Se doni me marr gjumi, nuk i merr gjumi. A i ka ndodhur? A di pse ndodhe? Për shkak se nuk e lemi nervin vagus me marrë në dur punën e vet, e kemi t'inhibum, e kemi dobësum në funksion. Ja kemi marrë shpirtin, edhe nuk e kryen punën për qetësisë. Për qetësisë mu me hynë në fazën e gjumit. Së mu i prej shqetësimit. Shumë logjik është. Sa më shumë që ne domë me po gjumë, aq më shumë nuk na merr gjumi për shkak se ne çka bëjmë? Me sistemin ton, të frigave se s'ka më marrë gjumi, shqetësimit se s'ka më qenë i suksesshëm, ne praktikisht e inhibojmë nervin kryesor që e ka në dorë suksesin ton, që e ka në punë që e ka në dorë qatë punë, e cila në realitetën, prapavi, pa vetdijen ton, e kryejnë procesin e suksesit. Na praktikisht, çka bëjmë? Njeriu modern sot e ka nivel shumë të ulët funksionimin e vagusit. Për shembull, frika e ngrit pulsin. Kur të ngritet pulsi, mas pare tonusi i vagusit, është funksional ajo, është shumë i matshëm, shkenca e matë. Cili është? Themi dinamika në mes sistolës e diastolës. Do të thonë kur e masim punën e zemrës, nëse është pulsi i lartë, zemra punon më shpejt.
Zbrastina me sistolës e diastolës është më e vogël, se pulsi punon më shpejt, vazhdimisht kemi pak pauza. Që do të thotë trupi është ku? Trupi është në modin e simpatikusit. Që do të thotë se kemi tonusin e vagusit nivel turt. Nëse jemi të qetë, edhe pulsi e ka ritmin normal, ne jemi ku? E kemi vagusin e shëndetshëm, edhe gjumin a merr shëndetshëm, po e marr shembull gjumin, por nuk ka vetëm gjumin. Shumë sende që ne japim zër nuk na shkon. Vis-a-vis edhe biznesit. Edhe asnjë biznes. Për shkak se ne jemi në frikë, në mosbesim, praktikisht e kemi mbyt vetë sistemin ton. E kemi mbyt sistemin e mbrëmshëm që përcakton në baza sofistikume, se këtë Zoti ka kriju. Ata që ka kriju Zoti, çka bëjmë ne? E mbysim. Shumë kam hyrë dhe ma thellë. Ka njerëz që prej voçlis kanë pas trauma shumë të mëdha. Po e marrim që një traumë shoqërore si Kosovës që i ka ndodhur. Ajo është, do thotë, në momentet e frikës, që po marrim një shembull të kafshës, themi një gazellë sulmohet prej një luani ose prej një tigri. Mirë po, me fat shpëton. Edhe tu shpëtu futet në moçal. Moçal e pret krokodilin. Mirë po, lëvizjet e ndryshme e bëjnë që ai mu liru. Ajo kafsh është në gjendjen e mbijetesës, frikës. Edhe parasimpatikusin e ka totalisht turt. Mirë po, kafsha si kafsh qetësohet, del, ka shpëtu edhe vazhdon në rrjedhat e veta. Njeriu me ato trauma emocionalisht është i shkputur prej botës reale. Është i shkputur për emocioneve, s'di me dasht. Dhunon, vret. Për shkak se e ka shkatru, ose të themi i punon nivel shumë turt, mos them gati hiç. S'ka ngjitje emocionale. Nuk e kupton gjendjen e tjetrit. Ti mund është mi dash atë njeri, a mos me pati emocion këthys të vetvetja për ati personit. Për shkak se është i shkputur, ajo është i gjymt, sakat, po sakat këtë nuk e ka me mungu kome ose dora, i mungon mrenda. Edhe kjo është çështje që do shta kjo një gjërat do t'i ngrit edhe psikolog të ndryshëm, që punojnë me njerëzit, me shiqu, me shëru, ka metoda për ushtrimin edhe për ngritjen e nivelit të sistemit parasimpatikus, respektivisht të nervit vagus. Edhe ndodh me ne. Nuk e dim pse s'kemi vullnet, nuk e dim pse s'punojmë. Nuk e dim pse s'mujmë me bëni lëvizje, nuk e dim pse s'besojmë. Nuk e dim, ose në realitet nuk besojmë, jo vetëm që nuk e dim, po edhe nuk besojmë. Nuk ngritemi me bë punë të mëdha, nuk i arrisim kubikazhin vetvetes. Futemi në zonat komfortit dhe s'do me lëviz prej asaj. Bolle kon. Tjetër e thonë për mua. Nuk i merr përgjegjësi. Është në realitet një njeri i gjymt, një person i gjymt, i cili jo me fajneve, po them se është me fajne. Rrethanat e ndryshme e kanë bërë që me qenë në modin e frikës. Për shkak se ju derisa vozitni, për shembull, keni dorë veturën, edhe shtypni një pull. Pullën e keni shtyp, po mbrapa asaj pulle ka një mori sistemesh që përcakton ndrimin e shpejtësisë, frenimin, themi ka sisteme sofistikuar. Mbrapa miliarda ka funksione që në realitet e bin njeriu në një situatë me reagu kështu. Se kuptoni pse një njeri thot i foli 100 herë si s'merresh. Ja vizaton thot delen e humb. Një dele s'mund, domethënë se kupton, në realitet ka brenda sistemit. Ajo është i gjymt, ose është sakatlëk i padukshëm. Kjo është me kërku prej tyre, për atyre njerëzve. Normalitet është sikur i njeri pa kom, mi thonë vrapon 100 metra dhe fitoj garë. Mi po kamën që se ka, shive që se ka.
A sistemin e brendshëm të funksionimit të organizmit që jep vullnet për jetë edhe të kundërtën, ne nuk e shohim se në realitet ka qalon. Dhe prandaj mendoj se edhe psikologë të ndryshëm, neuropsikiatrë, duhet me ditë këtë punë. Duhet me ditë për këtë punë edhe kuptojnë shumë ma lehtë për nga vijnë ato shqetësime, se gjatë bisedës me njeriu e kupton problemin që e ka. Thjesht, ndohet, bën ndarje në familje dhe syni të zëm nuk i bën. Pa marrë parasysh është femra apo mashkull. Pse nuk e ka ndjenën e empatisë për tjetrin, as për vetveten. Ose është mësu me jetu vetë. Edhe qashtu jeta e ka bërë që thot, mu kërkush ma kanë gjitë dorën. Edhe vetë e bëj. Edhe në realitet ai njeri është i tërhequr në vetvete dhe i frikun prej. Nëse është i frikun, ku është? Është në simpatikus, është në realitet apret sistem autonom, që vazhdimisht e bjen vendimin jo të mirë. A i kemi të qartë? Në biznese dhe në sukses të përgjithshëm, ku fizikja ndërlidhet me mentalën, me shpirtnorën, është lidhja në mes sistemit simpatik edhe parasimpatik, me atë që parasimpatikusi duhet me pas paketin kryesor të vendimeve. Edhe këto është shëndeti. Prandaj besimet prej pozicionit thjeshtësisë shpirtit që 2 orë po e shpjegoj pse është më rëndësishme me qenë i thjeshtë nga shpirti, është bu për shkak të kësaj. Për shkak se të thjeshtit nga shpirti nuk kanë frika patologjike, se frikë normale është mirë me pas. Nëse me pse, është gjë që s'ka frikë i del tigrit dhe stëvis. Dhe marrën punë. Do më thonë, shëndeti i frikave jo patologjike, që janë të shëndetshme, është në komunikim thellë me qetësinë shpirtërore. Vetëm qetësia, kur qetësoj, për shembull unë kam një sistem dhe unë nuk merr gjumë. Them nëse kam pas ngarkesa të mëdha, kam pas ndaj sfidë, kam pas ndaj udhtim gjatë lodhje, madje mas orës 2, mbas mesnate, vetë merr ajo themi vala e pagjumësisë. Unë e kom zgjedh një element ku e qetësoj vetveten shumë thjesht. Kur kom qenë ushtar, e mbaj mend ku kom pas krevetin, edhe jashtë afër dritarës, në katin poshtë, 2 kat kanë qenë ato krevatet, e kom pas autoparlantin e trupës gjumit. Kish trup gjumit që shtin gjumë, kish atë muzikën që i saki vishë se mur gjumit është. Edhe është trupa e zgjimit, zgjohen kretë ushtar. Kur bje është ai zoni melankolik. Edhe mbajnë mend muzikën. Edhe kur jam i shqetësuar, them atë çka, trupa e hudhi veten në krevatin e ushtrisë, qetësohet shpirti, e shaj trupën në mendje burin, po, edhe pa hetushën, se kuptoj si me gjumi. Në realitet gjumi është sistem është autonom. Nuk mund me kontrolluar. S'mund me thonë qëta s'po du më flajnë, më shirë si ta po flajnë. S'mund. Fëmijët sa mirë flajnë, pse? Brevën kryesore shka e ka të. Lojnën, ushqimin, knatësin, po edhe i merr gjumin. E shtingipe, unë më shtirë. Edhe flajnë. Ne, jo gishti, shka do me në postë në merr pse? Jemi në stimulin nga cmus. Edhe për frikave të ndryshme e shkatrojmë shka? E shkatrojmë sensin e krijimit. Këtu o krijimit. Ishe i qartë? Mirë, që se është problem i zbërthy. E tash, do të thotë, nuk o regulator në veti, e hap derën për me pranu çdo rregullim që
që reflekton për botës të patueshme, që reflekton për qetësisë shpirtit. Ha? Pse ne e dom natyrën? Zonën e zogjeve, gugullimin e ujit, pamjen e bukur, detin. Pse e dom? Kërkojmë qetësinë. Ajo është hyjnore, është e mbresme, është shpirtnore, s'ka njeri që s'e do. Edhe më i keq, më i prishti njeri e do çatë. Prandaj edhe bota është në luftë për materialin, për me mri çatë. Mi për natë luftë materialis, nuk e lën se qetësia vjen qetësi. Pa qetësia, shqetësimi se vjen qetësi. Nuk e lën tash në qetësi të shpirtit, me vendos, me pyet zërin e mreshëm si po funksionon, po jep vetë zërë, thotë kur të bëj parë ka më shku në deti. Nuk shkon hiç. Për shkak se nëse shkon 5 ditë, e keni pa këta që kanë parë 3 ditë, 2 ditë, 1 ditë. Pse? Pse thotë, nëse s'jam në punë, kupi ka vetëm një herë në ditë. Edhe në kolim të ri. Është praktikisht materia bëhet, po bëhet në formë jo natyrshme, kërkimit të paqes dhe qetësisë. Prandaj njerëzit që janë paqë, janë qetë, e kanë të shëndetshëm nderin vagus. Ata nuk ju bën syni zëm për materien. Syni zëm, ju bën pak. Cili do me qenë? Çaj pak apo? E kemi sistemin mbrenda, por ne e mbysim. Mos të hyjnë në shembuj tjerë, ku kur ne do me arrit diçka, nuk mund. Domthon, krejt parametrat fiziki kemi, ama për shkak se ne do me qenë në fund fitus, po parametrat nuk janë qetësisë, janë parametrat themi një skeme që unë i kom vendos si me ardhë, deri taj moment, kur vjen moment, unë nuk funksionoj. Qashtu nuk funksionon edhe njerëz që janë impotent. Në plot kuptimin e fjalës. Impotent hormonal, edhe impotent mental. Impotenca prej ka vjen? Për shkak mungesës tonusit, funksionimit këtij nervi. Nëse nuk e kom ditë, e kom dëmtu. Kur e di, duhet me ja mendu. A nëse kom dëmtu, duhet me kërku qare, jo me tregu me gisht, se qenë ka fajtor aj që e ka në rregull nervi. Ju sot goditi, edhe duhet goditin të ardhmen, vazhdoni që hapron në sukses, duhet goditit për njerëzve që nuk e kupton këtë emocion. Thjesht ti e don, ai nuk don, ai se kupton, s'din çka është dashuri. Dashuri po e kupton, po ndajmë gjithçka, kuptimin e përgjithshëm. Keni ça? Edhe kështu njerëz takoni vazhdimisht. Vazhdimisht janë në programimin e shqetësimit. Një kafe me shokun, me shoqën, me bashkëshortën, me vllahun, me motrën, me bashkëshortën, me njerëzit nuk janë koncentru me dëgju, emocionalisht me përjetu, me bashk përjetu. Kur ta ngushton dikën, thon ngushtrime. Okej, ngushtrime, ama nëse ti nuk je gatshëm me marrë një pjesë dhimbjes, ti nuk e ke ngushtuar. Ti veç formalisht e ke shkruar. E tu ka po shprit për të ngushtuar, po ma me bashkë ndje është diçka tjetër. Në momentin e bashkë ndjenjes, ti çka ke bo? E ke rrit tonusin e nervit kryesor që vendos qetësinë shpirtërore. Për qetësinë shpirtërore krijohet çdo gjë. Domethënë, çfarë masën e sistemit autonom? Si funksionojmë ne? Përgjithësisht, kjo është kombinim hyrje-dalje e përcakton nervi vagus. Por nervi vagus vetëm e hap derën që funksionet me shku mirë të natyrshme. Kjo është hapja e derës. Nëse s'funksionon mirë, dera është e mbyllur. Nëse është e mbyllur, ne praktikisht jemi reaktiv, jemi nervoz,
jemi shqetësuar, vazhdimisht negativ, edhe vazhdimisht tregojmë me gisht, kërkojmë behane, ankohemi, përgojojmë, edhe sillemi me një qark vicios negativitetit, ku praktikisht nuk ka kënaqësi në jetë. Nuk na don as familja. Pirevele, shqetësimi më i madh është edhe lidhja shpirtërore e nanës me fëmijën. Edhe nana thot, djale kom, vajzë kom, po, edhe çfarë do që është, unë dhem. Apo kam? Mirë po, ma ka plagos shpirtin. Pse? Për shkak se funksionimi i empatisë, i dashurisë nuk është janë asnjë. Edhe prindi dhe personi kryesor që ka dashuri pa kufi, brengosit. Në situata të rrezikut, pra thamë që vagusi të ligjit. A nëse ne jemi në vazhdimisht në situata të rrezikut, çka nuk e lëm procesin me sot njeriu modern, çka bën? Sot njeriu modern kthen nuj për një sekundë lagat, mandej në vetë ditë nuk thotë. Nuk vjen vetë. A kërcimi është stimuli i ahengut të hedonizmit jetësor, vetëm kënaqësia, edhe vetëm kënaqësia të fillu prej alkoolit, drogës, tranisit, dëgjet ashtuone, tekstet e komut. Janë a i dinë rinia. Habitet që është e mundu. Këtë tekstet e dini, këtë tekstet e dini. A mësimin e dini jo. Ta që më ka shku mendja ndoshta, s'po di, në tekstet kongë më shtina e mësim, që ata me mësu shkojt ligji fizik. Mund është si këtë të dikër, edhe pa me djekon. Ha? Dikon. Se kjo është trani e përgjithshme. Edhe prandaj bota shkon ka lufta. Për shkak se krejt pesha e sistemit autonom që nuk e di pse, ajo është problem global, problem shoqëror. Ama neve nuk na intereson, neve na intereson vetvetja. Në vagusja të orfont, në situatë kur ne kërcejmë, lagemi për një sekundë, edhe mandej me ditë tëra duhet me u tha dhe gjatë asaj fare nuk ka balans edhe atrofon. Atrofimi është me hub funksione. Kur të hub kjo funksion, praktikisht nuk jemi njerëz me emocion. S'kemi kur farë ndjenje, s'kemi kur farë lidhshmërie me botën e padukshme, praktikisht jemi shkutur me dashje pa dashje prej dimenzionit kryus. Etësh. Kretë smundjet psikosomatike. Sistemi qendror, truri dhe patra kurizore. Sistemi periferik, somatik, autonom. Sistemi autonom e simpatikus pa simpatikus. Kjo gjendje e inhibimit, rëmjes tonusit vagusit, sjell sëmundje psikosomatike. Somatike është organike, psikike është trania psiqike, nevoja për psikiatër. Mirë po ka sëmundje edhe somatiko psiqike, ku mos shëndeti gjatë ushqimit, jo sportiviteti, jo marrja me sport, jetesa në qytet, në ambient ndotun, sjell sëmundje somatiko-psiqike. Sëmundjet psikosomatike vijnë prej sistemit psiqik, edhe thehet, pakënaqësia thehet në sëmundje. Karcinoz, po organet dëmtohen, bjen tonusi, për shkak se pulsi është shumë i shpesht në këtë gjendje, zemra punon në intensitet të madh,
edhe dëmtohet, ajo është e parapame 70 vjet, 80 vjet, me bë kaq punë. Nëse ne e shpejtojmë, praktikisht e kemi dëmtu para kohës, e kemi lodhë edhe ka ndodhur blokimi i organizmit. Kjo ndodh edhe me sistemin hormonal, edhe me çdo sistem tjetër që është brenda trupit. Domethënë sëmundjet psikosomatike dhe somatiko-psiqike direkt janë të lidhura me këtë nerv. Etash. A u lodhur? Jo. Sistemi frymëmarrës, e keni dëgjuar ndonjëherë thotë merr frymë? Merr frymë thellë. Me sistemin e frymëmarrjes ne me një farë forme aktivizojmë këtë sistem. Qysh? Për shkak se thamë është gjithandej. Gjithandej, diku këtu e kemi diafragmën. Diafragma është organ. Diafragma e ndan pjesën e epërme të trupit me pjesën abdomeni me toraksin, ose themi është organ i cili vazhdimisht lëviz dhe ndikon sistemin e frymëmarrjes. Me pas sistemin e frymëmarrjes në një pozicion të trupit të shëndetshëm, jo shumë të krusur, praktikisht bën aktivizimin e shëndetshëm të nervit vagus, për shkak se i prek këtë organ, e prek edhe mushkujt edhe zemrën, diafragma, me ngritje, me ramje, lukthin, zort, bubrek, mëlçin, shnetkën, pankreasin, etj. Do thotë frymëmarrje. E tash ka ushtrime të ndryshme, ajo çështje që mund ta bisedojmë në një orë tjetër, po frymëmarrja edhe atë me ritmin. Sa sekonda marrim frymë, meq edhe qesim frymën, domethënë frymëmarrja dhe frymëqitja. Një edhe dyta me ushtrime ku frymëmarrja themi shkon 2 sekonda, a frymëqitja 4 sekonda. Mandej 4 frymëmarrja, 8 tjetra derisa mrim themi në nivel ku gjysmë minutë ose 30 sekonda. Ato janë metodat të ushtrimit, mirë po në atë moment kur fillojmë me mendu për atë, në atë moment ne kemi prish balancën, ne duhet me u kthy në shprehje në normalitet. Etash, në dinamikën e të sotshme, themeli i jetës shoqërore edhe i perceptimit shoqëror koncentrohet te dinamikës jetës. Është shumë e rëndësishme. Jashtëzakonisht e rëndësishme. E përcakton direkt suksesin tonë. Pse? Për shkak se truri është izolum. Truri nuk ka komunikim me botën e jashtme. Truri është sikur nëndecja në thellësinë e territ të detit. Por nëndecja merr informacione prej sistemit përreth, e dim. Gjithçka që ndodh jashta, ajo që është e eksponuar është përmes receptorëve të ndryshëm është ky sistem. Okej? Etash, përmendoni pa vagus. Pa këtë nerv. Si do dukesh ju? Do të ishim tërë kohën në frikë dhe pasiguri. A jemi në frikë dhe pasiguri? Po, do më thamë, me çfarë intensiteti punën? Shumë. Jashtëzakonisht. Edhe është mirë me ditë në qëndrëshmëri për këtë. Si matët ju tregova,
për pulsin e tregova, tash na mbetet edhe e fundit, nervi vagus dhe mistika. Sa më i shëndetshëm që është nervi vagus, aq më i shëndetshëm është bota e padukshme. Elementi shpirtëror. Praktikisht organizmi funksionon në bazë të harmonisë, kodeve dhe programimeve universale. Edhe ne jemi shumë afër mistikës, për shkak se krejt njerëzit donë me pa të ardhmen, që është mistike, e padukshme. Është luftë e madhe me pa ta shive sa afër e kemi me realizu elementin mistik, padukshëm. Jashtëzakonisht e kemi afër, vetëm duhet me mendu cilat janë ato elemente që neve na hudhin jashtë orbitës së suksesit, që destimulojnë tonusin e zhvillimit shëndetshëm të kësaj pjese të sistemit autonom. Edhe mandej fokusi në rast kur është i shëndetshëm nervi vagus, kthehet ku? Për brenda nesh. Kemi thonë nga brenda jashtë. Që si përbuthen gjërat. Edhe çdo kusht fiziologjik është shëndeti i brendshëm i organizmit, funksionimi fiziologjik, nuk ka patologjik. E kthen organizmin në gjendje të fëminore, shpirtënorës ose shpirtit, thjeshtësisë shpirtit. Edhe që aty funksionon në mënyrë perfekte. Edhe gjendja e vetijës është nivel shumë të lartë, edhe vetija në realitet kemi thonë u shet vazhdimisht në vetijën që në realitet është qetësi e shpirtit. Dhe kjo ndodh me një koktejl përgjithshëm të elementeve që tajohen. Oksitocina, dopamina e tjerë, elemente që në realitet gjendja e qetësisë i prodhon, i tajon. Edhe ne jemi praktikisht në gjendje të vullnetit shumë të madh. Për shkak se brenda organizmit ekzistojnë elementet ku njeriu e shtin me botë pamundur. Për shembull, një prind i shëndetshëm që nuk ka probleme shkëputjes emocionale, i cili është vazhdimisht në stimul, mirë po përmes qetësisë shpirtërore. Prej qetësisë në stimul. Edhe bën çmos me qenë suksesshëm, në jetë pa friga, pa presione, në momenti kur fëmia i tij ose i saj është në rrezik shumë të madh, tajon organizmi një materie që ka emër, nuk e di. Është kod me gjerma dhe numra, që është në studime sipër, që bën që ai prind me çup pesha me tona, 1 ton 2 për me shpëtu fëmijën. Edhe atë forcë jep kush? Zoti përmes tajimit qasaj materie që në realitet në shifët të shëndeti. Dhe thëtë, që ashtu i ka krijuesi, që përmes stimulit, ajo është, themi, stimul, ose drogë e natyrës, e natyrshme, që të në organizmi, që t'jep fuqi të mbi natyrshme. Edhe i gjvendos malet për më arrit, për shkak se tajohet. Mirë, por nëse nuk është organizmi i shëndetshëm, ai nuk tajohet se tajohet pak. Edhe thonë, s'kam shkam. Zoti e ka shkam. Që Zoti e mund? A kupton? Domethënë, ato tajohet. Është vërtetu shkencërisht se njeriu i cili bie prej kateve të larta derisa bie në tokë. Ka pas njerëz që kanë shpëtuar ose ka qenë kaskadera që i ka pritur jeta poshtë. E kanë shpjeguar se ka zgjat 10 fish më shumë se sa njerëzit që kanë pa ramin. Për shembull, për ne që shohim ramin për një solitari është sekond, pam. A për njeriu që është në ramin sipër, ai koha është relative. Jep Zoti, ndoshta 1 minutë është për te për më dhënë mundësi me u kap diku me shpëtu. Do të thotë tajohet asnjë lloj tajese që edhe kohën ja zgjat. Për te koha është 1 minutë, kushtimisht thonë, për ne që shumë është 1 sekundë.
Prandaj janë dy frika të linduna. Frika prej rënjes, është vërtetuar te majmunat e shimparit, të hapin durët për mu bajt. Edhe frika prej zërës, ato janë të linduna. Frika tjera janë krejt, frika që i marrin gjatë jetës. Do të thotë, organizmi ka mehanizma për sukses, që tajojnë, s'ka nevojë me marrë drogë për me pas vullnet për punë ose me pas energji. E ki mrenda, ama tajohet përmes sistemit autonom, të shëndetshëm, ku nervi vagus është vazhdimisht i lirë edhe ai vendos shëndetshëm, për shkak se është kriju me na dhon shëndet, me na dhon stimul për jetë, asnjëherë mos më ndi jo mirë. Shëndeti 100% i këtij njerëz jep sukses 100% dhe keni njerëz ndonë se pak janë shumë të lumtur. Pasja e parave nuk është me automatizëm lumturi, mbani në mend çka po them. Edhe kjo, për ju që jeni matri, herë do kur do të vërtetohet në jetë. Në realitet, pasja e parave, në mënyrë të shëndetshme, krijon pasuri të pashteshme me gjenerat, për shkak se niset prej empatisë, prej dëshirës me ndihmu tjetrit. Në realitet, sot bota funksionon në bazë të egoizmit jashtëzakonisht ekstrem. Dhe kjo është e lidhur edhe me biznesin tonë, edhe me çdo biznes tjetër, me një komunikim thjesht me anëtarën e familjes. S'mundi me ndërtu jetë suksesshme me partnerin e jetës, nëse nuk është baza e shëndosh, për shkak se nuk keni komunikim në mes jetës fizike, materiale dhe asaj shpirtënore. Frekuencat janë të ndryshme. Përcjellja mandej në gjeneratën tjetër është e gjymtë, edhe ata fëmijë në realitet janë viktimë e atij mos komunikimit. Dhe atyre edhe hyjnë në jetë, ndoshta me zbrastina të ndryshme emocionale. E përmenda problemi shoqëror që ka pas Kosova, komplet popullata ka qenë në sistemin e një drenushe të frigume prej kërcënimit. Edhe është mrekulli e Zotit, ajo që po ndodh sot, që në realitet një pjesë e madhe dërmuese, kthehet në jetën normale dhe e kupton jetën në mënyrë të ndryshme. Prandaj mendoj se Zoti ka kriju themi hapësirë të trojeve me kësi farlloj mentaliteti për me mbrojt kë. Për me mbrojt punë. Se kjo është problem shoqëror. Domethënë është niveli i shëndetit këtij nervi me një shoqëri e përcakton përparimin e shoqërisë. Ata që mendojnë vetëm për vetë, vetëm me akumulu, kthehen në një egoizëm që thash pak më parë, patologjik, që dëmton në periudha të gjata. Periudha të gjata dhe bjen sistem jo të mirë funksionim. E tash nëse këtë e përktheni në personale, sukses personal, atëherë e keni jetën në kontroll. Domethënë, e tash për demistifikimin e jetës padukshme mistikës, e kemi shumë lehtë nëse punojmë për me ngritë këtë nivel. Do të hyjmë ma thellë në këtë temë, do të interesohem cilat janë ato metodat e përditshme të ushtrimeve tona mentale, fiziko, psiqike, që me mbajt, me kthy tonusin nëse kemi të humbur, ose nëse kemi të shëndetshëm, me mbajt shëndetshëm, nëse kemi të humbur, s'paku me edhe shumë. Ndaj se person të